E premtja e javës së parë të Kreshmës. Vuajtja, kryqi dhe shpresa e shpëtimit. Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radiomarisë së Kosovës. Ju përshëndesim sërish, unë Nora Ukaj, në këtë premte të parë të Kreshmës. Pas reflektimit mbi lutjen, sakrificën dhe dashurinë ndaj të afërmit, sot do të ndalemi te dita që tradicionalisht I kushtohet kujtimit të mundimeve dhe vdekjes së Jezu Krishtit. E premtja është një ditë pendese, agjërimi dhe reflektimi mbi kuptimin e thellë të vuajtjes dhe kryqit, si burim I shpresës dhe I shpëtimit tonë. Për sot, le të dëgjojmë pjesë nga letra e Shën Palit Apostull drejtuar Galatazve, kapitulli 2, vargu 20, ku Pali shpreh thelbin e jetës së krishter në lidhje me kryqin e Krishtit. U kryqëzova bashkë me Krishtin, jetoj, por jo më unë, në mua jeton Krishti. E këtë jetë që tani e jetoj në trup, e jetoj në fenë e Birit të hyjit, I cili më deshi dhe e flijoj vetveten për mua. Të dashur dëgjues, këto fjalë të fuqishme të Shën Palit janë thelbi I asaj se çfarë do të meditojmë sot. Të premten e Kreshmës, sy tanë drejtohen ka kryqi, simboli të dashurisë supreme të sakrificës më të madhe. Jezusi, Biri I Zotit, vuajti dhe vdiq në kryq për mëkatet tona, duke na ofruar kështu jo vetëm shpengimin, por edhe jetën e amshuar. Vuajtja është një pjesë e pashmangshme e jetës njerëzore. Askush nuk mund t'i shpëtojë asaj, por si e përjetojmë në vuajtjen, a e shohim atë si një dënim, si një fatkeqësi, apo si një mundësi për rritje dhe për një bashkim më të thellë me Krishtin? Shën Pali na fton që të kryqëzohemi bashkë me Krishtin, që do të thotë se duhet I pranojmë vuajtjet tona dhe t'i ofrojmë ato së bashku me vuajtjet e Tij. Kryqi nuk është vetëm një simbol I dhimbjes, por edhe I fitores. Për Krishtin, kryqi ishte rruga drejt ringjalljes. Për ne, vuajtjet dhe sakrificat e Kreshmës, të bashkuara me ato të Krishtit, janë rruga drejt një ripërtritje shpirtërore dhe një gëzimi më të thellë. Ato na ndihmojnë që të vdesim sa I takon vetes son egoiste, duke lejuar në këtë mënyrë Krishtin që t'jetoj me plotësisht në ne. Në këtë të premte, le ta kujtojmë se Jezusi nuk vuajti vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. Ai ndjeu braktisjen, tradhtin, talljen dhe peshën e mëkateve të gjithë botës. Kur ndjejmë dhimbje, vetmi apo padrejtësi, mund t'i bashkojmë vuajtjet tona me ato të Tijat, pasi vetëm kjo gjë na jep kuptim dhe shpresë në jetë, duke shndruar kështu vuajtjen tonë nga një barë pa kuptimt në një mjet shpengimi e shëlbimi. Agjërimi dhe vetmohimi të cilat I praktikojmë sot, janë mënyra konkrete për ta përkujtuar këtë sakrificë. Ato na ndihmojnë që të ndjejmë një pjesë të vogël të asaj se çfarë përjetoi Krishti.
duke e thelluar kështu mirënjohjen tonë për dashurinë e tij të pakufishme. E gjitha kjo nuk është thjesht një heqje dorë nga ushqimi, por një hapje zemrës ndaj pranisë dhe hirit të Zotit. Le të jetë pra kjo e premte një ditë e rëndësishme reflektimi dhe mirënjohjeje. Le ta shohim kryqin jo si një fund, por si një fillim, si portën drejt jetës së amshuar, duke lejuar Krishtin që të jetojë në ne, duke na udhëhequr drejt dashurisë së vërtetë dhe vetë mohimit. Le të lutemi së bashku. O Jezus, Krishti kryqëzuar, të falenderojmë për dashurinë tënde të pakufishme, që të shtyu të vuaje dhe të vdisje për ne. Na ndihmo që ta kuptojmë thelësinë e sakrificës tënde dhe që t'i bashkojmë vuajtjet tona me ty. Na jep forcën që ta mbajmë kryqin ton çdo ditë, duke e ditur se në ty e gjejmë si shpresën, ashtu edhe shpëtimin, dhe bëj që ne të mos vazhdojmë të jetojmë më për veten tonë, por që ti të jetosh në ne. Ti që jeton dhe mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Të dashur dëgjues, për këtë të premte, ju ftojmë që të ndani një moment nga koha juaj për të medituar mbi kryqin, ndoshta duke bërë udhën e kryqit, ose thjesht duke qëndruar në heshtje para pamjes së kryqëzimit. Mendoni një vuajtje apo një sfidë me cilën po përballeni në jetën tuaj dhe jepjani atë Zotit, duke e bashkuar me vuajtjet e Krishtit. Lëreni këtë akt që ta thelloj besimin dhe shpresën tuaj. Zoti ju bekoft dhe ju udhëheq në këtë ditë të shenjtë. Ju presim nesër për meditimin e radhës. Deri atëherë, hiri i Zotit qoftë me ju.